Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar Dabiluk Bashin, mjeke obstetër ginekologe edhe po ashtu pedagoge në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Përshëndetje profesoresha dhe një kënaqësi e madhe për mua që keni pranuar ftesën dhe jeni pjesë e këtij emisioni. Përshëndetje Genti, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të ndaj me juve emocionet e punës gjatë gjithë viteve të jetës time. Domethënë është një karrierë e gjatë, e pasur dhe unë jam I bindur që do jetë nga ato emisionet që unë I quaj emisionet e çlirta, ku ne do kemi mundësi të flasim, diskutojmë dhe të japim mesazhet e dura. Diskutim. Doktoresha, si ishte rrugtimi juaj? Domethënë në atë momentin më të vështirë kur një I ri 18 vjeç do duhet të ndajë fatin e jetës për të shkuar në një drejtim apo në një drejtim tjetër. Pse zgjodhët që të jeni në mjekësi? Pra çfarë historie keni, më pas sigurisht rrugtimi juaj drejt këtij specialiteti. Atëherë, një nga arsyet që unë bëra doktoresh, mjeke, është I mat. E ka pasur gjithmonë fiksim që ne jemi 3 motra, e ka pasur gjithmonë fiksim që njëra nga gocat do bëhet doktoresh, sepse thoshte që kemi nevojë për dikë të na mbështesi kur ne të jemi në nevojë. Dhe për hir të së vërtetës, ato vite kur ne kemi marrë fakultetin e mjekësisë, sepse ishte pjesa e tranzicionit pat, 90-91, më përpara mjekët kishin një lloj reputacioni të padiskutueshëm dhe shikoheshin si zoti mbi tokë. Që kështu një gocë mjeke sigurisht do ishte zoti për familjen e tyre. Këm nguli goxha babi dhe ndërkaq që edhe un kam qenë tip shumë empatik. Person që normalisht kërkoja të ndihmoja njerëzit dhe të isha pranë tyre kur ato realisht kishin nevojë. Dhe profesioni I mjekut besoj se e mbështeste këtë gjë që normalisht unë desha të bëja. Ne kemi qenë brezi parë I mjekësisë që kemi bërë konkursin për të hyrë në fakultet dhe brezi parë I 6 vjeçarit. Edhe hyra në konkurs, kalvari, konkursi në përrethet e tjera, stresi, megjithatë ja dolëm dhe jam shumë e lumtur që realizova dëshirën e Timeti, por edhe unë jam bërë profesioniste ashtu siç unë desha. Çfarë vite po flasim? Pra kur e keni Po viti 91 ka qenë viti parë që kemi filluar fakultetin e mjekësisë. Në mjekësi, dhe I bie dhe vit tranzicioni, pra. Viti tranzicioni, do të thonë ka qenë viti parë I konkurseve, Jugu e bënte në Gjirokastër, Veriu e bënte në Shkodër konkursin edhe Shqipëria e Mesme bënte në Tiranë. Dhe ja dolëm, do të thonë kishim ato frikra se Genti nuk e di, unë jam përmetare më origjinë. Dhe është pjesa që kur ti vjen nga një rreth I vogël dhe ti mendon që do jetë një konkurs I madh dhe gjithmonë ke ato dilemat e tua. Po kur e shikon që fiton thua jam I barabartë me të tjerët. Po. Po më pas si ka vijuar në obstetrik ginekologji se aty është pjesa më e bukur sepse unë në fund të fakultetit u njofa me tim shoj doktor Ilirin që është mjek obstetër ginekolog dhe kam pasur dhe shefin tim ndër vite. Dhe gjithmonë ishte ajo pjesa e dilemës, obstetër ginekologe apo ndonjë specialitet tjetër. Dhe isha midis okulistikës dhe obstetrik ginekologjisë. Fitoj op gyni. Po. Dhe mendoj që kam bërë mirë sepse me të dy në një profesion ndajmë të njëjtat lodhje, emocione, mendime, mbështesim njëri tjetrin. Sepse njeriu ka nevojë për një mentor në jetë. Pra, ky mentori është profesori që ke në fakultet, po mund të jetë buri jetës tënde që ndërkaq që ke dhe koleg. Një mik, një person që do t'i beson pa diskutim. Absolutisht, kjo. Doktoresha, në rast se do të kthehesh pas, do të bëhet jeti rrugtim apo sot mendon ndryshe? Ka momente Genti kur kam qenë super e lodhur, jam bërë pishman dhe them po pse e bëra. Sepse unë jetoj me rreth shoqëror që shumica nuk janë mjek, por janë ekonomist, janë bankier, merren me shkencat kompjuterike. Edhe shoh që jeta e tyre është më easy. Do të thonë kur ulemi në një drek, kur pim një gotë verë, atyre nuk u bie telefoni, ta lëm për gjysmë drekën. Ndërkaq ne shumë herë kemi lënë drekat e darkat për gjysmë. Edhe them, po më fal, çfarë kam bërë që do të vrapoj kështu. Megjithatë, duke pasur parasysh satisfaksionin që ne marrim nga puna, pjesa kur ne ecim rrugës, me këta shokë dhe me këta miq, unë dhe doktor Iliri jemi persona që përshëndetemi nga 20 vetarësh në rrugë, ndërkaq ata janë si no name dhe themi në fund fare ja, ti ke bërë kaq shumë punë me këta njerëz, I ke ndihmuar në momente të vështira. Dhe satisfaksioni që merr nga një buzëqeshje, nga një falënderim, sigurisht ta mbush ditën. Dhe pastaj thua e kam bërë shumë mirë.
Në fakt, sa herë që na pyesin studentët dhe thonë për këtë pjesën se sot kanë ardhur kohë deri diku të komercializuara, ku interesi është gjithmonë shikohet pjesa ekonomike. Unë gjithmonë këtë gjë ju them që është tjetër gjë që sigurisht të kesh një jetë të lehtë, është tjetër gjë të kesh një jetë më të vështirë, por një jetë më të vlerësuar. Kështu që kjo është ajo jeta. Kur lë emrin nga mbrapa është jeta e vlerësuar, është ajo e cila është pasuria më e madhe që bën për veten tënde, po që i lë dhe familjes tënde. Absolut. Profesoresha, le të kalojmë në një pjesë shumë të rëndësishme, ju mbuloni një sektor jashtëzakonisht të rëndësishëm. Do doja të dija më shumë rreth përvojës dhe punës tuaj klinike. Ndoshta edhe gjithmonë kam dëshirë që kirurgët i pyes në atë drejtimin atij rastit të parë. Nuk e di, e kujtoni atë fillimet e karrierës, rastin e parë, përballjen e parë ku ju duhet të çoni gjërat përpara vet. Domethënë, si ka qenë ai fillimet tuaja? Ne kemi favorin që kemi punuar në qendër terciare, që është materniteti, sepse në rreth është goxha më e vështirë si situatë. Kur fillon spitalizimi, ju e dini, ne punojmë krah primarëve të cilët na mbajnë në observacion dhe ti bën asistenca, punon dhe të duket sikur bën çuditën e madhe. Përgjegjësia fillon aty kur ti merr bisturin vet dhe je përgjegjës, fillim varim përpara pacientit dhe përpara ligjit. Sigurisht, hera e parë ka qenë emocionuese, por thash që prezenca dhe puna në një strukturë terciare t'jep goxha siguri dhe goxha mbështetje. A kemi pasur problematika rrugës? Kemi pasur. A kemi pasur raste të vështira të cilat na kanë bërë që të na tunden këmbët? Sigurisht që po. Mbaj mend, më thënë, një rast super të vështirë që aty kam kuptuar që shumë pak e ndan jetën nga një risk shumë i madh. Kam pas një paciente, e kishte fëmijën e dytë dhe ndërkaq ishte placent previa. Çfarë është placenta previa? Vendosja e ulët e shtratit të fëmijës që ka riskun për të bërë hemoragji abondante. E kemi mbajtur të hospitalizuar dhe her pas here bënte hemoragji dhe ne kishim protokollet tona që nuk e mbanim te patologjia, e mbanim shumë afër bllokut operator me idenë që duke pritur të emergjencën që do ndodhte të ishim më të sigurt. Sallat janë katë të tretë, gruaja rinde në katë të parë. Ato ditën në mëngjes, i them që shiko, mirë dukesh, vajte 28-29 javshe, merr një familjar të duroj gjak, sepse sasia e gjakut që ke për të humbur është e garantuar që do të jetë e madhe. Hemotransfuzion sigurisht që kemi nevojë të marrim, por duhet domosdoshmërisht të kemi rezerva. Nga ora 3:30 i them mirupafshim, drekën e mirë, largohemi për në shtëpi. Ndërkaq më merr në telefon dhe thotë që kanë filluar hemorragjin. Kthehemi në maternitet, fillon një hemorragji abondante Genti. Nuk di të them ku del gjitha i gjak në të qindën e sekondës. E marrim gruan me barel për ta ipur në ashensor, skandaloze. Ishte ajo periudha që normalisht edhe iknin dritat, nuk punonte ashensori. E marrim, e ngrem me barel në shkallë, hym në sallë të operacionit, hemorragjia vazhdonte, shok, gjendje shoku. Fatmirësisht kemi një grup reanimatorësh absolutisht shumë të mirë që na mbështesin. Gruaja bën arrest kardiak. Domethënë, imagjino, këtej u mbiste hemorragjia, gruaja gjendje shoku bën arrestin kardiak, me masazh kardiak dhe me goditje me defibrilator u rikthye në jetë. Imagjinoni kirurgët që punonim dhe ishte pjesa që është grua gjallë, jeton, pra ti je në pikën, do shpëtojmë gruan, po të shpëtojmë dhe bebin, gjithë kjo sakrificia vlen. Pra, në fund fare, gruaja shpëtoi, bebi lindi vivo, prap nuk arrinim të gëzoheshim nga gjithë ky stres i madh, sepse mirë gruaja shpëtoi, me hemotransfuzione, me gjithë, nuk do të them sa flakon e gjak ka marrë ai grua atë ditë, por ne prap kishim pasigurinë e jetës së bebit. Pra ti ishe gëzuar që shpëtove një jetë, ndërkaq ishe në kufit jetik të jetës tjetër. Do me thënë, gjitha të fitore akoma nuk arrit ta gëzoje, sepse do ta gëzoje në fund fare kur bebi të... Por për fatin e tyre dhe tonin, të dy janë shumë mirë sot. Po, kur ju flisni dhe unë dëgjoj si një publik edhe si profesionist, imagjinoj vetëm atë vështirësinë e madhe profesionale dhe atë adrenalinën e madhe që ti ke në atë moment, sepse kjo është e bukur e obstetrik ginekologjisë në varësi nga profesionet e tjera, sepse ti ke dy jetë. Dhe ka dhe sfidën e madhe, po ka dhe këtu lloj satisfaksionit të jashtëzakonshëm, domethënë. Dhe ka një problem në obstetrik, Genti, që nga që
moshë riprodhuese janë moshat e reja, asnjë nuk e mendojnë që mund të përmballen me sëmundshmëri. Ndërkaq shtatzania ka patologjitë e veta. Sa fiziologjike është, aq patologji mbart me vete. Dhe duke menduar që unë jam gocë e re, jam shtatzan që do më gjej mua, po ndërkaq dhe hemorragjin e bën, dhe hipertension e bën, dhe problematikat i bën, dhe ti je si çdo pacient tjetër që ka nevojë për emergjenca, për t'u trajtuar. Dhe përpos faktit që ke një gocë të re përballë dhe fëmijën e vet, ke dhe familjarë që nuk e kuptojnë në momentin që thotë se ajo është e re, si mund të sëmurret një gocë e re. Sepse në kirurgji, pra në kirurgjinë e përgjithshme vetëm një pacient i sëmur dhe e di që është i sëmur dhe shpresojmë të na shërohet. Kurse kur vjen pacienti me këmbët e veta dhe thotë dale po prituni shamir çfarë më ndodhi. Po megjithëse jemi te komplikacionet, profesoresha, çfarë ka patur elemente të tjerë në karrierën tuaj ose raste të cilat ju kanë ngelur në mendje për ndoshta edhe një komplikacion të pamenduar, të papritshëm, ndoshta diçka e sallës, ndoshta diçka e mënyrës se si ka rrjedh një situatë klinike me një paciente. Më kujtohet një roje kam qenë me doktoresh Meritën. Vjen një paciente me dilatacion komplet, dhe kur një grua vjen e hapur komplet, ti do të çosh në sallë të lindjes drejt, nuk ke kohë të mendosh. Ishte një beb goxha i madh. Ai gra ishte e vogël, e shkurtër, domethënë, dhe është pjesa që shtërzon, shtyn, del koka e bebit, ishte një beb goxha i madh. Ngelën shpatullat Genti. Dhe momenti që ngelen shpatullat është problemi që edhe mund të vdesë fëmia gjatë procesit të lindjes. Dhe më mban Merita si histori se unë Meri, hajde më ndihmo sepse ka dhe një gjë që duhet të jesh i mençur, duhet të jesh praktik, duhet të kesh eksperiencë, po duhet të kesh dhe fizik. Dhe ka ca manipulime që ne bëjmë ne ginekologë gjatë momentit të lindjes për të ndihmuar lindjen, që duan dhe pak gjatësi, duan dhe pak fuqi. Dhe po flasim për orën 3 të natës, domethënë shërbim 24 orësh. Sigurisht favori është që ne kemi punuar gjithmonë në grup edhe në ekip. Dhe asnjëherë se kemi lënë vetë njëri tjetrin dhe kemi ndihmuar njëra tjetrën, bebi doli, vivo. Të dyja pastaj shikonim gruan dhe thoshim po ku e bëre gjithë të fëmijë moj gru. Dhe ishte pjesa që pastaj u ulëm te krevati përballë dhe prisnim të dilte placenta siç janë këto stadiet e lindjes. Dhe thoshim, ua, sa mirë që lindi mirë. Do nuk e besonim që gjithaj bebi i madh lindi dhe pas në komplikacioni, por stresi dhe ishte i padiskutueshëm gjaku në fund të këmbëve. Dhe këto janë momentet që ti mendon dhe thuaj, po pse do e bëj këtë punë akoma? Do të thonë janë roje të tmerrshme që në mëngjes ti ndihesh e zgaravitur, do të thonë është një shprehje që të vjen kështu të del nga shpirti dhe pastaj thuaj, sa kohë do kem unë possibilitet ta vazhdoj këtë lloj pune. Besoj është konsumimi i madh emocional. Është konsumimi i madh dhe ne qeshnim pastrojës dhe thoshim gjatësia e opsit të ginekologëve nuk është shumë e madhe, sepse stresi që normalisht mbajnë me vete bëjnë gjithmonë atake kardiake nga stresi dhe nga niveli i lartë i Doktoresha, po ashtu besoj që një periudhë e rëndësishme që keni kaluar ka qenë edhe pjesa e Covidit. Mendoj që ka patur që nga ndjekja e shtatzanisë ka qenë një sfidë më vete. Mendoj dhe sigurisht edhe pastaj rastet me lindjet edhe me raste më të veçanta. Jeni përballur me një situatë specifike që ka qenë një sfidë më vete në periudhën e Covidit? Është edhe Covidi, por edhe gripin e derit e kemi kaluar ne, sepse normalisht Covidin kanë të freskët njerëzit, po ndërkaq ne kemi kaluar gjitha këto situata. Unë kam një rast shumë interesant me gripin e derit me një mikeshën time, pastaj kalojmë te Covidi. Kishte për të kryer lindjen e tretë, ishte post 2 operacioneve dhe ndërkaq ka qenë periudhë krishtlindjesh. Merr në telefon dhe thotë, kam qenë si me temperaturë, nuk kam qenë mirë, po të kaloj një herë të shikojmë sepse nuk e di se si jam. I them ne pa diskutim hajde në maternitet, i bëjmë një ekografi, i bëjmë monitorin, shohim që ishte me 39.5 temperaturë dhe ndërkaq ujrat ishin eliminuar fare. Dhe kjo ishte situatë ndodhur për një periudhë 3-4 ditore, sepse ne kishim gjatë të parë para 3-4 ditësh dhe kishim ndarë edhe ditën e interventit që do bënim. E marrim e hospitalizojmë, e bëjmë interventi po atë ditë, sepse oligoamnios, temperaturë, 38-39 javëshe ishte, hy në sallë të operacionit, lind bebi në rregull për bukuri. Kthehemi në shtëpi, merr në telefon mjeku reanimator që kishte asistuar dhe thotë, gruaja nuk është mirë.
gruaja me dispne, me problematika, e marrim e çojmë në sanatorium. Gripi i dërit asaj kishte bllokuar gjithë pulmonet, u intubua. Do me thënë nga momenti që erdhi në mëngjes, që bëri ekografin, u operua në drek dhe deri në darkë, pra një periudhë shumë e shkurtër, 12 orëshe, u intubua. Ka ndetur e intubuar, pra ka qenë diku data ose 23 ose 24 dhjetor që bie për rreth Krishtlindjeve, dhe kjo grua ka ndetur e intubuar deri në datën 31 dhjetor. Shkonim për ditë me kolegët që e shikonim, e mjekonim për pjesën ginekologjike, dhe prisim me padurim që ai grua të ekstubohej. Në datën 31 dhjetor, ka qenë basdite, më marrin kolegët e sanatoriumit në telefon dhe thonë, doktoresha, e ekstubuam. Edhe e beson Genti, atëre në atë moment, vendosa dhe ndava që do vija të festoja vitin e ri diku, sepse nuk kisha pikën e dëshirës për të shkuar gjikundi për ta festuar në një restorant me shokët, me shoqet. Thash duri në shtëpi me diçka të vogël edhe kaq. Dhe është pjesë që kur filloi epidemia e Covidit, direkt më kujtua kjo situatë e gripit të derit. Me Covidin pastaj ka qenë tjetër gjë, ka qenë stresi, paniku, kishin frikë të vizitonin pacientët. Mbaj mend, kam qenë në shërbim 24 orësh, edhe më dërgon dikush një paciente dhe pastaj më thot pas një dite që ai pacientja ishte me Covid. Do të thonë, ishte një paciente 16 javëshe me sekrecion hemoragjike, e vizitoi, i jap recetën, shkon në shtëpi. Tu pastaj më thot kolegja, ajo është me Covid, e more vesh, e më kapi një panik. Edhe kam vajtur direkt të bëje, ishte koha që kite shumë të pakta për të bërë testin e Covidit, që kishin dhe kosto enorme, megjithatë nuk e mendova fare, thash, ua, do vdes. Kisha dhe djalin e vogël dhe thash tani çfarë do bëj. Dhe kështu ka qenë për herë sa herë që vinte ndonjë paciente që merrnin vesh kishte Covid, bënim interventin, me një herë bënim ekzaminimin, pastaj unë kalova dhe vetë shumë keq Covidin, Genti. Ke pasur sfidues Covidin? Urdhro? E ke pasur sfidues Covidin? Do me thënë, përfundova me remdesivir venos. Bëra një leukopeni të thellë dhe gjithmonë kur e kujtoj dhe them me vërtet që aty ka marrë kthes një pjesë e karrierës dhe punësime. Do me thënë, ishte një moment që më bëri të kuptoj që nuk jam e pavdekshme, që nuk duhet vrapoj gjithë ditën, duhet vendos ca kufi dhe duhet të jap pak kohë të lirë vetes të rikuperoj. Sepse ndoshta dhe gjithë ajo lodhje mbi vendosur dhe forcat imune të rëna bën që është e padiskutueshme imuniteti i rënd nga mirëkesa. Absolutisht, kjo ishte, po. Ndërkohë që ju flisni dhe më tregoni raste klinike, në fakt një ndër gjërat më të bukura po prapë që ka profesioni juaj ka dhe ato rastet e çuditshme, ato rastet që të bëjnë për të qeshur, ato rastet që ka ndonjëherë dhe diskutime mes partnerëve, midis familjarëve, histori nga më të ndryshmet. Mund të ndash me ne ndonjë histori që ka qenë interesante? Histori interesante kemi gjithmonë neve. Do të thënë, kush është historia që është më prezente, histori, janë pyetjet nuk janë histori, janë pyetje, rutinë. Në kohë jeton fatkeqësisht apo fatmirësisht, nuk do ta them si ta quajmë, është pjesa që shumë çifte jetojnë në distancë. Do të thënë, janë prezente me njëri tjetrin për kohë të shkurtra, ndodhin fekondimet, fillon shtatzania, buri ikën në vendin ku punon, pra janë këto dhe vjen shoqërojnë gratë në ekzamenimet e radhës dhe ne themi që gruaja juaj është x javë. Dhe thotë, po si që nga gruaja me kaq javë, kur ndërkaq ka marrë në këtë periudhë, se e bën me llogaritë dhe me kalendar. Dhe realisht krijohet probleme. Për shembull, vjen dhe i thuaj, gruaja jote sot është 6 javë. Si që nga 6 javë, kur 4 javë kam që jam kthyer nga Anglia, nga Italia, nga Gjermania. Dhe ti detyruar të thuash gjithë procesin, ovulacioni, fekondimi, koha që duhet, dhe të thuash që ai 6 javëshi i ginekologut është 4 javëshi juaj që ju e nisni nga kontakti probable që keni bërë, ne nisim nga ca gjëra të tjera, sepse krijon probleme sociale, do të thonë mirë distanca vetë që krijon këto problematikat, por duhet edhe të ose pastaj këto dyshimet për pjesën e atësisë janë, do të thonë, janë bërë goxha të shpeshta dhe evidente, sepse largësia dhe jeta larg në çift sigurisht që jep pasigurira, jep dyshimet, jep xhelozirat, ka shumë elemente. Je vendos ndonjëherë në siklet në raste të tilla ku të kanë kërkuar, le të themi, të dalësh nga ana profesionale dhe të mbash një qendrim ose të përfshihesh në histori të tilla? Nuk përfshem në histori të tilla, Genti, do të thonë, ajo që bëj është thjesht sqaroj nga ana profesionale
kush janë pikat, dhe në qoftë se kërkojnë konsultime gjenetike, i drejtojnë në institucionet përkatëse. Nuk do të bëjmë pjesë asnjëherë e probleme familjare dhe sociale, sepse asnjëherë nuk i dihet se si marrin drejtimin ngjarjet dhe ti nuk do të jesh pjesë asgjë. Duket sikur ti kërkon të mbrosh njërin palë apo palën tjetër. Kush është gjë tjetër? Është himenoplastika që kërkojnë femrat dhe më vjen çudi që e kërkojnë akoma në këto kohë që neve jetojmë, sepse njerëzit mendojnë që ne ginekologët merrem vetëm me lindjet, por normalisht ne merremi me të gjitha patologjitë që ka trakti riprodhues, me vezorët, me mitrën, me vulvën, me vaginën, pra dhe çdo element ka problemet e veta. Dhe kur na kërkojnë pjesën e himenoplastikës, them, po pse më goca, akoma kërkoni që ta filloni jetën tuaj mbi bazën e gënjeshtrës. Dhe në qoftë se keni një marrëdhënie të ndërtuar mbi këtë bazë, asnjëherë s'ka për të qenë marrëdhënie mirë. Është thjesht të gënjesh veten, të gënjesh partnerin. Mban më ndonjë rast specifik që të është dashur të është kërkuar me ngul për ta bërë këtë gjë? Ne kemi kërkesa çdo herë në klinikë Genti që vini sjellin dhe thonë duam një raport për të parë a e kam të virgjër. Do të thënë, vinë prindrit për të sjellë vajzat dhe thonë ka akoma mentalitet, fatkeqësisht. Kanë gocat për t'i fejuar dhe thonë që duam t'jemi të sigurt që gocën tonë e kemi në rregull, duam një vizitë që të jemi të sigurt. Ndërkaq sigurisht që ne i kalojmë tek mjekësia ligjore. Themi janë probleme të cilat nuk janë pjesë e jona dhe s'kemi as tagrin për të dhënë letrën që është apo nuk është. Sigurisht, kur kemi qenë në maternitet, da vini shërbime 24 orësh, pacientët të cilat në prezencën e mjekut ginekolog dhe të mjekut ligjor bënim pjesën e ekspertizës mjekoligjore, pa diskutim. Një fushë tjetër, por prapë që mendoj që ka shumë sensibilitet të lartë është edhe pjesa e abortit. Je përballur doktoresha me ndonjë rast që klinik që të ka kërkuar të bëhet një abort ose çfarë situacioni ka patur pacienti në rastet konkrete? Aborti në ligjin shqiptar lejohet deri në javën e 12 dhe momenti që deri në javën e 12 lejohet si procedurë, sigurisht që pacientët kanë të drejtat e tyre ta marrin vendimin dhe të shkojnë në çfarëdo lloj strukture të licencuar për ta bërë si procedurë. Unë abortin vetë si procedurë nuk e kam qef. Do të thënë, në jetën time mund të kem bërë gjithsej 2 ose 3 aborte totalisht. Ndërprerje shumë të vogla të shtatzanis, sigurisht barat e ndërprerja me hemoragji që vinin në shërbime 24 orëshe që të cilat kishin indikacion ndihmën e gruas që të mos kishin hemoragji, ishin procedurë që do bëheshin, por ndërprerjet e vullnetshme të shtatzanis nuk kanë qenë pjesë e asaj kënaqësisë time të punës. Kanë kërkuar Gent, kanë pasur probleme sociale, Kujton një rast të ndër specifike? Ka qenë shtatzan 16 javshe, e lumtur, jetonte me partnerin e vet, dhe një ditë të bukur, ai zhduket, i mbyll telefonin dhe normalisht iku, asnjë përgjegjësie, asnjë gjëje, e la në mes të rrugës. Dhe më kërkon ndihmë, i them je 16 javshe nuk e përmban legjislacioni. Po do më ndihmosh, po qysh, po tek. I thash, nuk të ndihmoj dhe për asnjë arsye në botë nuk shkel ligjin. Ajo që bëra është që ne kemi struktura në maternitet, kemi pasur, domethënë, dhe struktura për fëmijët abandonuar, dhe struktura me punonjës social që ofronin nënave të abandonuara qirat e shtëpive, ushqyerje, mbajtjen e fëmijëve, pra deri në një kohë edhe mund të negocionin në vendet të caktuara për të punësuar nënën për të siguruar pjesën e punës së tyre. Mu mërzit, di që i bëri takimet me këto zonjat që punojnë në maternitet, pastaj nuk e kam parë më. Doktoresha, jo pa qëllim vijova në këtë lloj narrative, sepse tani do dua t'ju pyes për ato që lën gjurmë jo të mira në memorien e një mjeku, që janë ato raste që kanë shkuar jo mirë. Raste kur edhe pse puna bëhet e madhe, prap shkojnë në exitus dhe gjërat nuk shkojnë mirë. Kjo është pjesa që në mjekësi 1 dhe 1 nuk bën asnjëherë 2, edhe pavarësisht se ti bën maksimumin tënd të mundshëm, nuk e arrin t'ia dalësh. Më ka ngelur në mendje një rast, ishte një paciente
nga një rreth, nuk po e them nga çfarë rrethi, edhe pse mbaj mend shumë mirë, sepse fati që më ka ngelur mendje, i di shumë mirë emër mbi emër edhe origjinën nga ishte. Isha në periudat e para kur sapo kishte filluar fekondimi in vitro. Dhe dikur procedurat kanë qenë që për të rritur sigurinë e shtatzanisë nuk vendoseshin 1 apo 2 embrione, po vendoseshin 3, 4, 5 embrione. Asaj ishin implantuar 4 embrione dhe çuditërisht të 4-ta u ritën dhe ishte shtatzani 4-njake. Unë kam punuar tek patologjia e Baras goxha kohë dhe kam mbajtur pacientën për një periudhë të gjatë aty, por sigurisht shtatzania 4-njake ka rrezikun e vet. Do të thonë kur një grua hyn në tremiorin e tretë të shtatzanisë, fillon deformohet, rritet barku me fetus unik. Imagjino të kesh 4 bebe, ai ishte trupi i vogël, limcak, i plasin ujrat, futemi në sallë të operacionit, lindin bebet shumë të vogla, edhe pse kishim bërë beta-metazonin për pjekjen e mushkujve të bebit, do të thënë ato gjëra që bëjmë ne ginekologët, edhe pse pediatrit te neonati bën maksimumin e mundshëm, duke menduar që ishte shtatzani shumë e dëshiruar pas një infertiliteti të gjatë primar, do të thënë gjitha i kalvari i gjatë me ndjekjen. Çdo ditë vija me stres në maternitet dhe dëgjoja në mbledhjen e mëngjesit raportimin që bënte neonati roje dhe thoshte si ishte bebi numër kaq, i intubuar oksigjenit si papi kjo andej këtej dhe kalo një ditë, kalo 2 ditë, pra çdo ditë bëj edhe më e vështirë, humte jetën një bebe tjetër dhe kur humbi jetën dhe fëmia e 4, domethënë pate një lloj kështu, unë ndieva shumë bosh Genti. Domethënë vija çdo ditë që shikoja gruan, sepse sigurisht që nuk denti 3 apo 4 ditë apo një javë pas operacionit, denti goxha gjatë, edhe pse bebet i mbajtën goxha gjatë nuk arritën t'ia dilnin. Vija e shikoja, bëra dhe psikologen me të, mundohesha ti thosha që jo çdo gjë në këtë botë varet nga ne. Ajo bëri më të mirën të mundshme, por ca gjëra janë destino. Edhe ne bëm më të mirën të mundshme, por kapacitetet tona janë të limituara. Jo çdo gjë që neve dëshirojmë ka posibilitetin ta realizojmë deri në fund. Domethënë ky është rast që më ka ngelur në mendje, sepse krahasisht unë mbi jetën fëmia e parë tha po kemi shpresën, domethënë po kur kalonte ajo mbledhja e mëngjesit më bë maks. Domethënë kur dëgjoja referimet për bebet e intubuara. Në momente të tilla kur haseni në një situatë të tillë, a është e vështirë nesërmja për të rivazhduar për ato të tjera zonja që kanë nevojë dhe vinë të kontaktojnë dhe kanë nevojën tënde si mjeke për të qenë aty për t'i asistuar? A të ke një lloj, le të themi, zbritje emocionale, një lloj? E vështirë është, por mundohesh, shikoj, eksperjenca në vite të bën këtë gjë. Që në qoftë se në fillim ke atë entuziazmin, do e bëjmë çdo dështim në punën tënde, të zbret me këmbë në tokë dhe të bën të kuptosh që asnjëherë çdo gjë varet nga ty. Do të thonë janë ca elementë që nuk varen totalisht nga ty. Dhe kjo na bën që ne t'u themi pacientëve në krye të erës, rrisqet që normalisht mbart me vete. Pra, asnjëherë nuk është fush me lule. Pra e thash dhe që parë, shtatzania është fiziologji, por ka dhe patologjitë e veta me vete. Dhe ne teorikisht i themi ke këtë risk në barat binjake, trinjake, apo në barat me plaçent preva që tham, apo në barat me hipertension që janë shtuar shumë kohët e fundit. Pra, themi ke për të bërë këtë risk dhe sa më shumë pacienti të jetë i informuar. Aq më i kujdesshëm është për veten e vet, por edhe në qoftë se dështojmë gjatë rrugëtimit ton, sepse nuk ka vetëm fitore, ka dhe dështime gjatë rrugëtimit përbashkët, sigurisht janë më të përgatitur. Sigurisht që humbja nuk është se të kënaq, as ty as pacientin. Por kur ke një lloj paraprirje, sigurisht që thuaj që e dija që mund edhe të mundosë kjo gjë. Pra, kjo gjë arrihet me vitet e punës. Dhe sigurisht të shkarikon janë entuziazmi, nuk e kem atë hofin e parë. Bën maksimumin, po tregohesh më e matur dhe me këmbët në tokë. Por në raste të tilla i atribon, siç ishte edhe rasti i vështirë që më tregove, i atribon vetes aftësinë, ndjekjen, procesin, apo thua o Zot, më ndihmoj që kjo gjë të shkojë siç duhet. Ju si mjeke i atriboni një fuqi tjetër? Atëre, unë besoj në Zot, por besoj shumë dhe tek puna ime, tek mbështetja që jap pacientit, tek empatia që i jap. Do të thonë Zotin e duam në krah, por vetëm Zoti pa punën tonë nuk më shkon. Absolutisht. Dhe rastin e 4 njakëve thash që
na dështoi si rast, po ne kemi pasur raste me trinjak, kam pasur 3-4 çifte trinjakësh që jetojnë, domethënë fëmijët, dhe shumë e bukur, kur kanë ditëlindjet, janë 3 çuna që vinë, janë fëmijë artistësh, edhe pikturojnë dhe njëri bie piano, ose janë rritur tani, edhe më vinë kur kanë ditëlindje, vinë me tortë edhe i frymë bashkë i rirë te klinika. Shumë e bukur, janë 3. Ai ka qenë një shtatzani të merësisht e lotshme, edhe për atë kam vrapuar, kam qenë biles duke bërë mësim fakultet, më marrin telefon, nuk është mirë, kemi hyrë me urgjencë në sallë të operacionit, por fatmirësisht fëmijët jetuan dhe me fekondim in vitro pas shumë vitesh përpjekje për të ngelur shtatzan. Domethënë, këtu ecim dhe kemi kënaqësi nga puna, këtu mërzitemi se nuk na shkojnë gjërat siç duhet, por sigurisht në momente të veçanta kur kemi situata të cilat e shikojmë që jemi shumë vështirë, themi o Zot më ndihmo. Domethënë, na shkon mendja. Gjithmonë kemi momente që duam të mbështetemi diku dhe është ajo mbështetja që na vjen kështu shumë natyrshëm. E ke të vështirë që të jesh mjeke në këtë profil në Shqipëri, apo mendoj që je në kushte, le të themi, ideale për të shijuar profesionin dhe sigurisht për të pasur të vështirësitë e profesionit? Të jesh mjek është e vështirë. Domethënë, për parantezë, ne çift ginekologësh dhe mjekësh, djalin ton nuk e bëm doktor. Domethënë që këtu e merr atë përgjigjen e parë. Është gjë shumë e bukur, të jep shumë satisfaksion, por ka shumë lodhje. Nga ana fizike, nga ana psiqike, nga ana emocionale, nga përgjegjësitë që ke, nga fuqia që ke, pra vjen një moment që kërkon ta bësh një gjë dhe nuk ke fuqi ta bësh. Domethënë, ke kapacitetin mental, kapacitetin psiqik dhe nuk ke fuqinë fizike për ta realizuar një gjë. Dhe ky është momenti që ti thuaj dale prit, ndalo pak, sepse ka një limit ku ti duhet vraposh. Pra duhet vendosësh ato barierat midis vrapit që ti bën edhe pjesës që normalisht do merresh me veten tënde. Arrin që ta menaxhosh kohën në këtë mënyrë? Domethënë, sa ti japësh? Tani kam filluar Genti, domethënë, kam kuptuar një gjë që pas të 5 vjetave njeriu fillon dhe mendon pak më shumë për veten e vet, edhe është pjesa që tani kam filluar të shijoj çdo moment, çdo minutë ta shijoj ndryshe. Kam vrapuar shumë, po kam vrapuar, domethënë nuk gjoja kohë as të përgjigjesha në telefon. Erdhi një moment që thash stop. Dhe thash dhe që parë, Covidi më bëri të reflektoj. Kuptova që nuk jemi të pavdekshëm, nuk jemi të palodhshëm, nuk jemi të pasëmurshëm. Pra, edhe ne jemi qenë njerëzore, që pavarësisht se jemi prezent me pacientin dhe jemi aty për ta, sepse ata kanë nevojë për ne, pra sa herë ne themi do e lë, pastaj thuaj po ta vazhdoj sepse njerëzit kanë nevojë për ne, aty kupton që përveç se pacientëve që kanë nevojë për ty, po ke nevojë ti për veten tënde të jesh mirë. Po ka nevojë familjarët e tu të kenë prezent, të kenë dhe të shëndetshme. Domethënë kur shikoja ti mbir, kur u sëmura dhe më shikonte në sy thoshte mami mirje, aty kuptova se sa do mi kisha bërë vetes ndër vite me gjitha të punë që kisha bërë, pra i kisha dhënë kënaqësi, satisfaksion, që i thoshin djali doktoreshe, djali doktori i lirit, sigurisht është ajo pjesa e krenarisë së një fëmije për prindin e vet, por në fund të ditës krenaria është një pjesë dhe të qenurit prezent me fëmijën tënde, në familjen tënde është një gjë tjetër që është po aq e rëndësishme. A të trëm vdekja sot? Është një ndër pyetjet më të vështira që un kam për t'i bërë çdo kolegu, sepse deri diku kjo është edhe ajo që ne bëjmë me pacientët që na i pyesin. Tani të them që se kemi frikë vdekjen, sepse po mos ta kishim frikë nuk vizitoheshim, nuk bënim kontrolle, për të njëjtat gjëra që rekomandojmë pacientëve për t'i bërë, i bëjmë dhe për veten tonë. Ne jemi doktora përballë pacientit, por jemi pacient përballë kolegëve tanë dhe është pjesa që normalisht, për aq kohë sa unë jam paciente diku dhe vetë bëj çdo ekzaminim të mundshëm që ka nevojë të bëhet për të parandaluar një gjë, sigurisht tregojnë që unë pas kam frikë nga vdekja. Pra dhe po të bëhem trime dhe do të them që unë s'kam frikë, dikush do më thë po më fal nëse s'ke frikë pse shkon dhe bën gjithë ekzaminimet. Domethënë është rrjedhoj logjike e një gjëje. Doktoresha, do doja të kaloj edhe në një pjesë shumë të rëndësishme në gjykimin tim. Le të kalojmë tek tashmë enda në shoqëri, në raportet me njerëzit, në raportet me kolegët dhe jo vetëm. Çfarë të trishton më shumë ti në karakteret njerëzore, në sjelljet njerëzore, në raportet që kemi njerëzit, në sjelljet që ata kanë me ty? Ka një vlerë njerëzore që të trishton? Hipokrizia më bezdis. Servilizmi më bezdis. Domethënë, unë në rrethet e mia shoqërore mbahem si tip i drejt për drejt.
Do me thënë, në qoftë se kam një gjë që mua nuk më pëlqen, ta them në fytyrë, nuk të mbaj inat, thjesht ta them, dua që ti ta dish atë që mendoj, por nuk të mbaj inat dhe pres që personit që unë ja kam thënë një gjë që nuk më pëlqen dhe ka të reflektoj në marrëdhënie me mua. Momenti që nuk ka reflektime dhe nuk është ai marrëdhënie që unë dua, sigurisht ka 200 mënyra që ti të largohesh nga njerëzit dhe të vazhdosh të ecësh përpara. Çfarë më mërzit tjetër? Kjo është marrëdhënie njerëzore. Në marrëdhënie profesionale çfarë më mërzit? Më mërzit fakti që mjekësia ka ecur kaq shumë, bioteknologjia ka ecur kaq shumë dhe në fund fare prap kemi pjesën që jo çdo gjë përfundon me sukses në mjekësi. Do të thënë ti, edhe pse thuaj ka ecur mjekësia, po bëjmë këtë, po bëjmë atë, prap ka momente që ne nuk realizojmë ato gjëra që neve duam. E në rast se për shembull ti dëgjon, merr vesh një gjë të saktë ku dikush do të prishi punë, do të vendosi shkopi në rrota, do të nxjerrë ty nga normaliteti jot. Dhe na ka ndodhur në përditshurin tonë, është e përhershme kjo. Do të thënë si reagon? Si është reagimi jot ndaj këtij personi? E skip fare. Nuk e përball dhe nuk dua t'i mbush mendjen që e ka gabim, sepse gjërsa ai person e ka bër, e ka menduar. Pra asnjë gjë nuk ndodh rastësisht në këtë. Një person që ka marrë përsipër të prish punë, e ka menduar dhe strategjinë për ta bërë dhe pastaj ka filluar ta bëj. Pra, unë vazhdoj përpara, nuk mundojmë t'i mbush mendjen kurkujt sa e mirë apo sa e keqe jam, vazhdoj punën, puna ime, vlerat e mia, karakteri im, të qënurit time drejt për drejt janë ato të cilat njerëzve në mosot që nuk do më kuptojnë të nesërmen. Dhe them, ja lë çdo gjë kohës. Në realitetet tilla ku kemi njerëz sa duash topa zifti, tha profesor Skerdi Prifti dhe ishte një shprehje shumë e bukur në godasin. Në realitetet tilla, nëse një njerëz që na dëgjon sot dhe na shikon dhe do të di a shkohet para, a arrihet një sukses, a mund të bëhemi dikushi vetëm duke ecur në këtë rrugën e drejtë apo ka metoda alternative? Pa diskutim. Të rinjve, ashtu si edhe ti mbiru kam thënë, puna e parë dhe ajo që do të bëni është jeni njerëz. Të jeni qenie njerëzore me virtyte. Shikoni përpara, punoni fort, sepse çdo gjë do t'ju vi mbrapa dhe nuk do e besoni që edhe pa të mbështetjen dhe pa të përkrajen që mendoni që po mos ta kishit nuk eci përpara, ju do ecni. Do thuash pse. Gjithë stafi mjekësor që unë kam në klinikat ku unë punoj, kanë qenë ish studentët e mi. Çfarë do me thënë kjo? Pasi kam mbaruar studimet, pra s'kam pasur fare, se do të jem shumë korekte në marrëdhënien pedagog-student, pra mbaron studimet, je në pjesën që po kërkon punë, atëre unë jam e hapur të them po ta ofroj punën. Dhe u kam thënë, kush ka qenë person i aftë? Të gjithë ato që normalisht janë të punësuar, kanë marrë ose 9 ose 10 me mua në obstetrik ginekologji. Që këtu fillojmë. Pra, janë nga vende, nga rrethe, nga fshatra, që po të më thuash nga janë s'u mbaj mend emrin. Por nuk ka rëndësi. Për mua kanë rëndësi vlerat, virtytet, aftësitë, kapacitetet, korrektësia, serioziteti në punë. Dhe për aq kohë sa mbartin të gjitha këto element, për mua është person i duhur që të jetë në krahun tim dhe të rrugëtojë me mua në karrierën e vet. Meqense jemi këtu, se hape një element shumë të rëndësishëm dhe duke qenë se jemi të dy kolegë dhe në këtë drejtim dhe të dy mbajmë raportet e mira dhe i mbështesim studentët, pyetja ime është në rast se të vjen një student apo studente dhe të thotë doktoresha, dua të iki jashtë, çfarë sugjerimi do më japësh, të qëndroj apo të iki? Cila do të ishte përgjigjja juaj? Sigurisht i them që të ri. Sepse duke parë gjithë vakumin që është krijuar me largimin e shumë profesionistëve nga Shqipëria, nuk më vjen mirë dhe mendoj pjesën që ne duam njerëz të mençur që t'i kemi në krah për të vazhduar punën. Kjo popullat ka nevojë për infermier, mjek që të rinë të shërbejnë në struktura spitalore për gjitha nevojat e tyre. Të vend të bëj një eksperiencë jashtë nuk u bën keq. Këtë gjë bëra dhe me timbir. Do të thënë, unë nuk jam rasti që them që shiko, ti student i ri këtu sa unë timbir e çova jashtë. Pra, një eksperiencë, një përballje me botën jashtë, me kapitalizmin jashtë, ne jemi kapitalizëm, por ka, do të thënë, këndvështrime dhe perspektiva të ndryshme të parjes së gjës. Le ta kuptoj kush është në realitet, kapacitetin, aftësitë e veta, çfarë është i aftë të bëj, sepse ka dhe një gjë Kenti. Për shembull, na ndodh ndonjëherë që kur bëjmë intervista pune,
Se ka dhe fodull, ka dhe arrogant, Të gjitha personalitetet, të gjitha karakteret. Nuk do me thënë që i ke student në Universitet Mjekësie dhe mbartin karakterin më të mirë të mundshëm. Po me doktoresha se ju, mirë që na keni ne, se po si ishim ne, ju s'do punoni, se dakord. Pra, kjo pjesa, pra, këta njerëz mendoj që ka nevojë të bëjnë një rrugëtim jashtë, të përballen me realitetin, të kuptojnë kapacitetet, aftësitë e tyre që kanë, dhe të kuptojnë që kush është i Zoti, kudo që ta hedhësh, ka posibilitetin të punësohet, të marrë një rrok të mirë, të ngrihet në karrierë, të bëjë më të mirën të mundshme. Pra, një eksperiencë jashtë mendoj që të gjithë kanë nevojë ta bëjnë. Doktoresha, në rast se do të kërkoja të më jepje një këshill, vetëm një këshill, ndaj zonjave që na dëgjojnë, ndaj çifteve të reja të cilët planifikojnë një shtatzani, cila do të ishte ajo një këshill e vetme që do t'i jepje sot? Tregoni të kujdesshme me shëndetin tuaj, kontrolloni çdo gjë përpara se të ngelni shtatzan. Sepse e thash dhe që parë që momenti që ato mendojnë që janë goca të reja, mendojnë që janë të pa sëmurura dhe të pa prekura nga asnjë gjëje. Dhe momenti që në shtatzani fillojnë të shfaqen problematika, se këtë ka shtatzania, nxjerr në pa probleme që ti si ke ditur asnjëherë dhe problemet që ke pasur në minorancë ti agravon. Dhe them, merrni vesh çfarë keni, që mos të keni surpriza gjatë shtatzanis. Kjo është e para, e lidhur me shtatzanit, meqense bëre pyetje një çift. Por ajo që është më e rëndësishme agenti, që unë kam absolutisht dhe ua them dhe studentëve në çdo orë mësimi është ruani veten tuaj nga sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Kanë filluar, janë bërë shumë numra, janë shfaqur shumë problematika, vetëm se nuk përdorin masat kontraceptive dhe nuk përdorin atë kondomin. E famshëm që qeshin studentët me mua dhe thonë doktoresha do ta bëj meme. Kondomi në xhepin e pantallonave them është shumë i rëndësishëm sepse është pjesa që normalisht do ju shpëtoj nga HIV-si, nga sifilisi, nga hepatitet, nga shumë gjëra. Dhe shpresoj shumë që ky brezëri ta ketë në fokusin e vet përdorimin e mjeteve mbrojtëse. Doktoresha, unë jam le të themi në pyetjen e fundit dhe përpara sa të shpreh atë kënaqësinë time për këtë emision, do doja të bëja një pyetje të fundit. Qëllimet në jetë ne na ndryshojnë në bazë të kohës, të vendit, të situatave që ndodhemi, po ama secili nga ne deri diku e projekton veten e vet se si do donte që të mbahej mend pasi ka kaluar gjithë etapat në jetë. Dhe unë do doja për ju si doktoresh, si profesoresh, si profesioniste, si do donit që të mbaheshit mend në fund të ciklit tuaj profesional? Doktore Sheda, e buzëqeshur që e pret pacientin gjithmonë me buzën në gaz, që dhe kur është përpara momenteve të vështira me pacientin, vendos atë smajlin e vet dhe nuk i transmeton fare emocion negativ pacientit. Kjo është për pjesën profesionale. Doktoresha e cila është 24/7 në telefon dhe për çdo nevojë që ka pacienti është aty me të, ndoshta jo fizikisht, por psikologjikisht është. Dhe këtë e ndjej nëpërmjet mesazheve që më dërgojnë pacientët edhe shumë muaj dhe shumë vite pasi kanë mbaruar rrugëtimin me mua, thonë timi falenderuese që kemi qenë pjesë e këtij rrugëtimi së bashku dhe që na ke qenë afër. Do të jem profesoresha e cila të jem prezent për edukimin e këtij brezi aq sa unë mundem të jap nga dijet e mia dhe që t'i push sa më shumë që të bën më të mirën të tyre të mundshme, si në anën profesionale, si në anën njerëzore. Unë të falenderoj shumë, të falenderoj që ndam bashk këtë emision, këto le të themi këtë eksperiencë të jashtëzakonshme profesionale dhe jo vetëm. Është kënaqësi që në jetë njihemi me miq të tillë të mirë siç jeni edhe ju. Kënaqësia ishte e mia Genti. Faleminderit. Duke u falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në ora 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.